Me nisjen e sezonit të ri turistik, Autoriteti Rajonal Rrugor në Gjirokastër ka nisur evidentimin e problematikave në akset rrugore kombëtare që përshkojnë qarkun. Pas përfundimit të këtij procesi, do të vijojë faza tjetër, plotësimi i sinjalistikës rrugore me qëllim orientimin sa më të saktë të vizitorëve vendas dhe të huaj, që zgjedhin të udhëtojnë drejt jugut të Shqipërisë. Prioritet do kenë akset rrugore që të çojnë në destinacione turistike. Për këtë nëpërmjet një auditimi nga auditues të licencuar të sigurisë rrugore, po evidentojnë të gjitha problematikat, të gjitha plotësimet e nevojshme dhe mbas përfundimit të auditimit nga ekspert të licencuar të sigurisë rrugore, do të bëhet edhe kompletimi edhe plotësimi me sinjalistikë. Përveç sinjalistikës, pritet që ARSH të ndërhyjë edhe në mirëmbajtjen e segmenteve me rrezikshmëri të lartë në bashkëpunim me autoritetet vendore. Megjithëse vitet e fundit janë vendosur shumë tabela orientuese informative për këtë qëllim, përsëri po bëhet një evidentim në vend, edhe mbas përfundimit të evidentimit do bëhet plotësimi përsëri me tabela orientuese informuese për destinacionet turistike. Sezoni turistik sjell një fluks të shtuar lëvizjesh, ndaj masat parandaluese dhe përmirësimet në infrastrukturën rrugore mbeten një prioritet për garantimin e një turizmi të sigurt në Gjirokastër dhe më gjerë.